Në trishtim të thellë dhe me premtimin se do ta kujtojnë gjithnjë për njeriu dhe veprën që la pas, familjar, miq, dashamirë e koleg, përkujtuan këtë të mërkur gazetarin Enrik Mehmeti, që u shua tragjikisht në moshën 40 vjeçare. Me lule në duar që i hodhën në det, ku Enrik Mehmeti priste dhe shoqëronte çdo ditë me mjete ujore, turist nga e gjithë bota, dhimbja që la pas nuk ka ngushëllim për nënën, bashkëshorten, fëmijët dhe vëllain e tij. Në largimin e tij nga kjo botë, la një boshllëk që s'do të mbushet dot. Jo vetëm për familjen e tij, Florën, Fabin, bashkëshorten e tij, po mbi të gjitha për dy angjit e tij që gjithë jetën s'do të kenë mundësi të rrasin në shtëpi, babi të duan shumë. Vlora që i kushtoi jetën me punën si gazetar, ku trajtoi problematika nga më të ndryshmet, këtë mëngjes u mbulua me ngjyra të zymta, ndërsa emri Enrik Mehmeti u gdhen me gërma të mëdha buzdetit në shenjë kujtese nga të afërmit e tij. Miq dhe kolegët e gazetarit Enrik Mehmeti, që po ashtu ishte edhe operator turistik në Vlorë, ndezën mjetet lundruese në shenjë premtimi se do të vijojnë punën me pasionin dhe këmbguljen e tij. Enrik Mehmeti shërbeu si korrespondent i qarkut të Vlorës rreth 24 vjet për News 24, ndërsa largimi parakohshëm nga kjo botë shkaktoi një humbje të madhe për komunitetin e gazetarëve. Ndaj, i gjithë stafi Focus Media Group bashkohet me dhimbjen e familjarëve, duke përkujtuar me nderim